Ndryshe në Top Albania Radio. Mirë mbrëma të gjithë, mi s'keni ardhur në Ndryshe. Mirë se vini në programin më të bukur, më të mirë ever të gjitha kohërave. Jo, mund të them që është programi më ndryshe nga gjithë programet e tjerë. Ky sotmi? Jo, ky sotmi. Apo ndryshe në përgjithësi. Sepse mbase ata nuk e dinë, po ne dy jemi shumë ndryshe. Ne jemi shumë ndryshe, ju jeni shumë ndryshe. Edhe s'keni ndryshe komplet nga çka ka qenë DJ DJ që punon për ne është ndryshe, publiku që na dëgjon ne është ndryshe. Dhe sot ka edhe një tjetër ndryshim të madh. Çka ka? Jemi në TV, në televizor. Po jemi në televizor, kush kamera? Jemi në kanalin numër 10 në digital. Përshëndetje gjithë juve që po na ndiqni live tani në kanalin numër 10 digital, Radio Live tani. Sa bukur, kanali numër 10 në digital Top Albania Radio. Nota 10. I përshëndesim dhe gjithë ato që janë për shtëpia tani, sepse përveç atyre që janë për makina, ne kemi edhe ata që janë për shtëpi tani dhe po na ndjekin. Po na ndjekin, na dërgojnë mesazhe, na dërgojnë urime, na dërgojnë komplimente. Po jo, na tregoj saktë televizionit kanë. Jo, se po na shohin sot. Se këta që kishin menduar që radio ka vdekur, radio jo vetëm që s'ka vdekur, po shiko tani jemi edhe në TV, nga gjithë dëgjueshmëria, edhe nga gjithë qarkullimi që ne kemi në rrjet. Po mundohem të marr kufjet, po studioja jonë është zbukuruar aq bukur me festën e madhe tradicionale atë Halloweenit. I vure, shi zërim sa bukur duket. Se deri tani po isha në një zë koke, shumë kokë. Po bërtisje shumë, prandaj. Po bërtisja shumë. E fillojmë dhe nga fillimi. Përshëndesim gjithë taksistët, gjithë ata që na dëgjojnë nga makina edhe që thonë, ora 6 është ndryshe të martave në radio, na përshëndesin edhe na dëgjojnë. Të një supermarketi, sa tregoj sepse nuk ka dhënë lek për reklam. Por dy vajza që ato që rrinë me kufje, edhe na dëgjonin. Oh, sa interesante. Po unë me Salsanon ne kemi edhe kështu si zakon, si traditë përpara se të hyjmë në emision, pim një kafe ku flasim ato topics të skenarit tona apo të ftuarve. Na thot kamarieri. Zihemi si çunat, kush do pagu. Pagun gjithmonë Salsano. Jo, s'është vërtet fare, po kështu që mos bëj numra. Kamarieri Banakeri gjithashtu na tha, ne e lëm televizorin tani tek 10-a edhe ju shohim juve. Hapeni fjalën sa më shumë. Top Albania Radio është numri 10 në digital. Çdo ditë tani na jemi ne dhe mund na shihni. Radio nuk dëgjohet vetëm, po tani radio edhe shikohet. Ua, më fut frikën Elona me këtë. Cili është mendimi yt për festën e madhe tradicionale shqiptare Halloween? Nëse ka një festë që më ngre nervat është Halloweeni. Edhe unë s'e kam kuptuar. Sepse është bërë kjo tradita, nuk e di mëra dera sot. Që sot filluan? Zilja, po. Shof ka syri magjik se zakonisht zilja ime nuk bie, nuk vjen në shtëpi. Ose të lajmërojnë me mesazh që po vi, po jo kështu. E kuptoj? Shof një djalë të vogël ke dera. Thash, mos është djalë një komshiu. Hapa derën, ai tha, karamele apo lek? I thash un lek. Te ikës ke qenë xhaxhi. Okej, më tha, mu ha thash më jep lek. Jo më jep ti. Jo më jep ti, po. Si t'jap lek thash, unë asnjë fare. Kështu është festa modë. Tek pulmuj. Karamele apo lek? Jo, po çuditëm se e ka nisur biri i vogël që sot. Hajt tash po t'japi karamele, se çfarë ti thosha? Shiko. S'kisha i lash bombone. Është, është një gjë fan, është një se di. Mirë, kalamajt shkojnë për festë për fëmijët, po ka punuar mirë marketingu, se gjitha marketingu është. Problemi është që ke dera që do shkoj fëmia jot. Kush e di kush qëllon aty? Në Amerikë po bëhet nami. Kush e di kush qëllon? Edhe kështu të maskuar, edhe shkojnë. Kush është? Jo, më vonë. Sepse sot në studio do na bashkohet pas pak Çilieta jone dashur e cila jep rrallë intervistë. Hajde Çili. Po serdha tani I ka thot çka kërceni. Hajde, të lutem, hajde. Erdi Çilieta. Çilieta Xhilaga vjen në studion ton. Po ne thash ta bëjmë surprizë. Do të çonit në pjesë të dytë. Jo, donim pas reklamave që ta fillonim gjëre gjatë bisedën. Shiko se nuk Çili nuk paraçohet në këmbët, është çut ka respektu. Ai 100 vjet kam parë më, prandaj e kam marrë. Kam 100 vjet ka shumë arsye që të çojmë këmbë Çilit. Një nga arsyet është që ne kemi përgatitur 7 faqe për ty. S'ka ndodhur kur desha që herë isha në shtëpi. Ej, duke shumë mirë, duke shumë mirë. Gjoni sapo hyn në studio Çilieta Xhilaga, do të thonë Çili e famshmja shqiptare që ca kohë u shkëput nga E më unë kthem kur të dua. Po ka një rikthim të bujshëm shumë. Po, ne prandaj jemi mbledhur sot se Çili një javë më parë ka bërë namin, një rikthim I bujshëm, ato këngët që kaq shumë na kishin munguar, po si e ka prit publiku më Salsano se kanë pat sa video se ti nuk je tip shumë rrjeti. Kështu që ne kemi shumë për të folur. Unë isha ke escape më.
Ama mos u tau. Që kujtove ti unë për nisa më shumë, po s'mbas. Si s'pas të ndëkuar i banin tat nga Çorriku. Edhe më tha Salsana do t'i them që jemi dhe patriotë. Po që po motra e Salsana është që ngush me vjerën time, kështu e di u bë. Po, kështu është, po. Jemi të Ja afër më të demi. thella muhabetet. Aty ki unë vazhdoj. Cili mi se erdhe? Mirë se u gjeta. Ne do të bëjmë vetëm çka kanë këto ngjosh, tënden apo ngjoshi tjetër tani për momentin? S'ka problem fare. Unë doja të Më jap dëgjoni. kanar më tundës, vë çfarë duash. Jo me jo. Do ta nisi me vetëm ti dhe kjo është Çilieta, sepse taj, është vetëm një taj. dhe e vetmja. Vetëm ti. Çilieta Gjilaga sot në ndryshe për Elonën, për Salsanën, për gjithë ty Elona publikun. se je një dhe vetmja dhe. Tash Çili, me zit kemi pritur. E di sa më the që dje me zi po të pres Po, dish. për zotin, po. Unë sikur jam në kërkim, grua unë vi. Që në 5 mjezi do vi Çili sot e ditash. Në fakt s'ka faj, se që vjet më ka kërkuar të vi. Mazite thash, 5 mjezi tash. Edhe unë i thosha aman lëra më lëra hatë se përtoj të vi aman ç'më Po tani ka arsye të madhe dhe prandaj erdhi. Vetëm ti erdha. Çilieta. Ti bën mirë që del. O Çili, si e ke marrëdhënien me Halloweenin si nënë e dy çunave që shkolla kërkon organizime, kungu i zbukurime. Në fakt unë nuk i kam sa bukur të gjatë zërin radio. Në fakt unë nuk i kam edukuar me pjesën e festimit të Halloweenit, sepse unë jam edhe besimtare. Dhe nuk më pëlqen shumë si fest. E kuptoj. Nuk është se është një fest që tërheq shumë energji të mirë. Edhe ato vdesin të bëjnë kështu trick or treat. pas ke zgjidhur. Sa po i thash që s'm pëlqen fare festa. Dhe u të gjë kam. Jo, më po na detyrojnë shkolla, komuniteti, Mirë, pa diskutim. Unë jo, kur dalim kështu për shembull në lagje për me këto karamelet, i lëm ke pallati, se kanë qef, se kanë qef jetë me shokët. Po, kur është para merri sot një fëmijë vetëm fare, hap derën unë, më tha karamela po lek. Mi po, mund të jetë një ai që hap derën mund të jetë një problematike vërtet është. Që mund ta tërheqë brenda. Po, e vërtet. Është problem. Po duhet të kam edukuar me këtë të maska, mos vini këto gjëra, mos i vini, nuk është se i kemi. Se unë se si po ndjen që më duhet të që nga leshi. Çilieta Gjilaga janë 5 ditë më e madhe se ty, kështu që duhet i përgjigjesh çdo pyetje. 10 shkurt jeti? Jo, si bie. 30 janari. Jo, 30 janari po. Po matematikë jam 0 lali, kështu që unë jam 30 janari. Tash që kam hap Çilipitën, ka filluar të funksionojë çitruar për matematikë nga halli. Do flasim edhe për Çilipitën, po mirë, mirë po shkon, shumë mirë. Po thosha unë që Çilieta vazhdo me bion tënde. Çilieta Gjilaga është, si ta prezantoj, si një figurë shumë dimensionale, shumë e dashur për publikun, që në daljet e saj të para ne jemi dashuruar me imazhin e saj, me bukurinë e saj, me elegancën e saj, me hitet, po dhe me zërin karakteristik, me këngë të cilat sot mbahen mend, ndaj edhe Çili në rikthimin e saj të bujshëm një javë më parë bëri nami në klubet e Tiranës, e ka pasuruar, do thoja unë, muzikën moderne shqiptare. Ka marr pjesë në reality show, po Çilieta merr pjesë edhe në bamirësi të ndryshme, të cilat më së shumti preferon ti mbaj të fsheta. Po nuk tregohet, pikërisht. Dhe mbi të gjitha, për aq sa e njoh, është një nga vajzat me një karakter dhe një personalitet shumë të fortë dhe jam shumë e lumtur që është sot me ne në këtë studio. Më pëlqen gjithë ky formulim që ke bërë, Çili, ka pasur bërë shumë bukur. Po, pra shumë bukur. Sepse jo, atë që meriton, atë që ka. Sigurisht. Ajo më njeh që përpara teje, do të njihemi shumë pa. Ne njihemi që ku kemi qenë, po që në Top Fest 2 që ka ardhur, për shembull kam qenë këtu, kam pritur, edhe më përpara. Njihemi ne të dyja. Në feste, jemi takuar në ambiente kështu artistike. Edhe pse e njohur si këngëtare, Çili e ka nisur karrierën si modele, ndoshta pak e din, çmimi i saj i parë është Miss Kinemaja në Miss Shqipëria. Miss Kinemaja? Sa vjeç ke qenë Çil? Sa i kisha mbush 15 vjeç. Wow, sa e vogël. Miss Kinemaja? Më kanë qenë këto çmimet, Miss Kinemaja, Miss Fotogjenia. Miss Kinemaja. Ke Petri, ke Alda. Se kështu ka filluar Petri Miss Kineman, pastaj filloi me kështu. Pastaj Çili shkon larg, shumë larg në Brazil për të përfaqësuar atje Shqipërinë në Miss National. Miss Nations. Nations. Po ishin 36 vende të botës. Çfarë ndodhi aty? Çili doli e pesta. E pesta, pesë shkurti, pesat ka. S'më është ndar pesa gjithë jetën, e kam një numër që më shoqëron kudo. Edhe duke mbetur te kjo bio e fillimit të karrierës tënde, si e kujton ti pikërisht fillimin, edhe do doja të dija një pikë kyçe, një moment shumë kryesor që, si më thënë, ndryshoi gjithçka për ty. Zemra, unë kam ditur që në klasë të 5 të ardhmen time. Çfarë do të thënë kam ditur? E kam qenë shumë vizionare, edhe vazhdoj të jem shumë vizionare në jetën time. Do të thënë, shumë herë më ka ndodhur që ajo që unë më shfaqet një si televizor përpara syve,
dhe të shikoj veten, apo qoftë edhe djalin tim, çon si ka. Si një déjà vu që ti. S'është déjà vu është si rikthim në kohë. Nëse kjo është një gjë që të shfaqet në të ardhmen. Gjithmonë më është realizuar. Sikur e parashikon, déjà vu që ti shef çfarë do ndodhi. Po, disa e ka manifestim, siç e quajnë sot. Unë nuk e kam kuptuar ndonjëherë që ishte manifestimi i ëndrave të mia, po gjithmonë pa ditur se ç'është manifestimi. Në atë kohë i ka manifestuar gjëra dhe unë e dija që kur dëgjoja në klasë 5 me kufje në vesh dhe fleja gjuhë me këngët e Ricky Martin, e Julio Iglesias, me këngët e Julios jam rritur Iglesias. Backstreet Boys, Britney Spears, Justin Timberlake. E përfitoreja veten nëpër skena të mëdha, duke kënduar, duke kërcuar, të kërcyer, duke prezantuar dhe çfarë ndërova e realizova se un kam qenë me fat. E quaj vetëm me fat, sepse nuk kam qenë kur egoiste. Se ka dhe ego të mirë dhe ego të keq, unë si kam asion as tjetrën, as ego në mirë për të... Egoiste keti për të bërë dikush në jetë, ka pas ego të tillë. Jo, nuk e kam asat ego, unë jam tembele shumë e madhe, mua mblon këtë gjumë gjithë ditën. Që ta dish. Kam pas ëndra shumë të mëdha. Po mirë, tembele nuk e qenë në atë moshë, në 17-20. Jo, nuk kam pas ego që unë duhet të arrit këtë. Ka qenë ëndër shumë e madhe, ëndra shumë të mëdha për mua. Po përderisa the unë do të arrit këtë, shifja të ardhmen time. Po e shifja është një gjë që më dilte gjithmonë që e përfituroja veten dhe ashtu u realizua kjo gjëja. Sikurse isha shumë vizionar në moshën 15 vjeç, kur sa kisha filluar hapat e para në karrierë, thosha, unë nuk do studioj shkencat, nuk do studioj Akademinë e Arteve, sepse po bëra aktore me shkollë, është një ardhmë pak që vajzë nuk marrje. Unë do vazhdoj shkenca politike, ndërkohë shkenca politike nuk ishin hyrë në Shqipëri atëherë akoma. Ekzistonte vetëm në Itali si format. Po ku gjetet ti? Po kur mbarova në gjimnazin kishën hyrë në Shqipëri. Edhe nëse kam studiuar në jetën time më shumë se kur, ka qenë kur kam fituar shkollën në shtet për shkencat politike. Edhe në shtet, që ka qenë me grada atëherë, o shkencë sociale, o psikologjin, unë fitova maja më të lartë. Kështu që gjithmonë kam qenë vizionare e të ardhmes. Ti di që do bësh një e famshme në Shqipëri? Plus që e dia që do këndoja, e dia që do kërceja. Do që do bëj një showgirl. Po ama ke patur dhe mbështetjen e prindërve dhe të familjes, si një vajzë e vetme që kam përshtypjen, nuk i prishej qefi. Gjithmonë mami ishte. Çdo babi ka qenë pak më fanatik, por duke qenë që unë gocë vetme, pa motor pa vëlla. E rritur midis gjithë fëmijëve në fakt, nuk më ka munguar kur asgjë për hir të vërtetës. Ai sa mundsi kam pasur, më kam plotësuar gjithmonë. Kurse nuk kam munguar asgjë. Pastaj babi im me xhajën tim çuna Tiranë gjithë jetën, ndër çunat më të pashëm Tiranës, që jam majt jam vesh gjithë jetën më. Ka nevojë fare për ka qenë shumë të emancipuar në mentalitet që në kohën e Enverit, më kupton? Po di që edhe, se tash po i hym në trungut familjar, po edhe gjyshrit kanë studiu jashtë, kanë gjyshi ka studiuar në Francë, ka qenë oficer i Zogut, sa general i Zogut, një gjë e tillë se mbaj mend. Çili. Jo Çili, po kjo kush është? Cila është kënga që ti Salsano? Ngeli vetëm drejt gjosit. Salsano po gjyshi, po mendoj ata sa pyetje për gjyshi, po. Gjyshën e kanë pas Leskoviçare, pastaj nga Leskoviku, familje Bejlerësh. Pas këto kanë dem. O zemra, i kam punë mes Leskoviku, ti kam do ikë ti marr bilet. Po fol më Merioni sa i mbaro punë. Në fakt kam 3 vjet që e marr telefon, do vi sot do vi nesër harroj tike, po duhet më ik. Se kam më mes Leskoviku tokën time. Po vim dhe neve atë. Hajde, po me Albani më punë, spunketi, edhe ai ka pjesë vet. U thashë ti po pris Albani ka ngramsh gjithë. Ke vetëm shumë me ka ngramsh për të marrë. Cila është kënga që ti ndjen se të përfaqëson më shumë sot? Ne transmetuam pak më parë vetëm ti, që është ti. Janë ca këngë, ca refrene të tua që nuk harrohen asnjëherë edhe pse kanë mbush 20-25 vjet. Unë mendoj që kënga më profesionale nga të gjithë këngët e mia, sepse unë kam pasur një strategji e vogël, po kisha mend kokë. Gjithmonë bëja një këngë hit për publikun, për koncertet dhe një këngë hit për festivalet me trofeu si artiste. Mos më thuaj për dorëheqja, balada. Unë një nga këngët më të mira që kam artistikisht, në fakt, është dorëheqja. Bëhet që gati që ka standarde shumë kemi bashkë me video. Tani me titull s'e kujtoj dot, po sa ta dëgjoj do ta kujtoj. Jeta e veshur si nuse me vello, baladë në Top Fest. Ajo bashkëngjitet edhe shumë bukur me performancën, që në ato kohë bëj performanca ishte wow. Do të thonë unë isha ndër të parë që bëja performanca atëherë. Unë Stinë kemi që bënin performanca Ingridi. Stinë fitoi Top Fest një. Jemi gati me këngën edhe me videon? Shkojmë pak me Çilietën edhe kthehemi pas reklamave se jemi fiks në kohë. Është një nga performancat më të bukura dhe një nga këngët më të bukura të Çilietës. Tash janë kthyer të gjithë ata që kanë qenë brezi që kanë bërë këto këngët.